Këto raste, sikur që e përmenda, nuk janë pralla, por janë raste të vërteta që kanë ndodhur kështu, praktike. Prandaj kemi premtime profetike të Muhamedit alayhis salam se do të përkrahemi, do të shpërblehemi në qoftë se kujdesim për kategori. Por kemi edhe reflektim praktik dhe premtim të zbatuar në këtë drejtim të këtyre shembujve që ne po flasim për to. Një nga dietarët e hershëm ishte sprovuar me një lloj smundje të lkurës. Dhe kjo smundje e kishte shëmtuar skajshmërisht këtë njeri. E kishte shëmtuar skajshmërisht këtë njeri. Kishte kërkuar ilaç dhe ilaç dhe ilaç, një vit me radhë kishte kërkuar ilaç, nuk e kishte gjetë. Unë këtë po a them me një qëllim të caktuar. Nuk qëndron gjithmonë ilaçi tek medicina, po duhet kërkojmë atë ilaç, duhet të konsultojmë mjekun. Por nganjëherë kur nuk gjendet ilaçi atje, ta kërkojmë edhe të trokasim për ilaç, për shërim edhe ndokun tjetër. Në këtë rast bamirësia, vallahi shpesh herë mund të jetë një derë shumë e mirë se ardhur për neve kur nuk gjejmë shërim askund. Ky njeri kishte kërkuar shërim. Kishte shkuar, kishte trokit në derë, por nuk e kishte gjetë. Çfarë ndodhi? E kishte ky një mësues të tij dhe shkoi tek ai dhe i tha: "Jam në një telashe, jam në një dert, një breng të madhe. Jam kapluar nga një smundje që po më vije turp të dal para njerëzve kështu. Kam kërkuar shërim, kam shpenzuar tëra që kam pas dhe nuk e gjeta shërimin. Më zvall ti dhe një shërim, nga shërimet që ndoshta i gjen në libret e tua." Çfarë bëri ky dietar? Kishte një grup nxënësish dhe ata që prezanton në ligjëratët e tij. I tha, në fund të ligjëratës, i ngriti duart ky njeri, ky tash mësuesi i këtij të sprovuarit. Dhe tha, po lutemi të gjithë së bashku, duke i drejtuar lutjet tona ka Zoti i gjithësisë, që Zoti ta shëron këtë njeri. U lutën dhe përfundoi lutja. Në mesin atyre që ishin lut, ishte një grua. Dhe ajo kur shkoi në shtëpi, përfundoi disa punë që kishin mbetur dhe ra për me fjet. Në gjumë e pa ëndër të dërguarin ton, Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili i tha: "Përshëndete hakimin", këtë dietar, këtë njeri të sprovuar, tha: "Përshëndete hakimin dhe thuaj që t'u jap njerëzve më tepër ujë. Tu bën njerëzve mirë duke shpërnda ujë." U kthye kjo grua të nesërmen dhe shkroi në letër ëndrrën e saj, e hudhi në mesin e njerëzve atje, e mori dietari, e lexoi dhe e thiri atë sprovuarin, nxënësin e tij, e thiri dhe i tha: "Porosia është kështu. Jo që me ëndra të miremi, por nganjëherë ato e kanë një mesazh të caktuar, nëse bartin mesazhe të mira të dobishme për njerëzimin." Andaj ky njeri çfarë bëri? E mori me njëherë këtë mesazh seriozisht dhe vendosi para shtëpisë së tij disa ena të mëdha, i mbushi me ujë, i ftohi si duhet dhe u jepte njerëzve ujë të pinë sa të mujnë. Për aq sa njerëz pinin ujë, për aq njeriu shërohej. Largoheshin ato shëmtime, ato tmeta nga trupi i tij, derisa vetë ka dëshmuar dhe ky njeri ka lënë histori me librat e tij, me mësimet e tij. Dhe tha, brenda një jave, bëmirësia njerëzve, Zoti i madhnuar më shëroi. Madje ja ktheu edhe bukurinë edhe më tepër se që e kishte. Andaj nganjëherë ndoshta nuk kryen punë medikamente të caktuara. Nganjëherë ndoshta vonohet shërimi. Nganjëherë ndoshta kemi konflikte në shtëpi, nuk shkojnë si duhet. Nuk kemi dashuri të mjaftueshme. Nganjëherë ndoshta raportet kanë filluar të rënohen. Ndërtoni raportet mes vete duke i bërë bonjakët mes juve dhe atyre që i doni. Nga se përkrahja bonjakëve, kategorive të kësaj natyre, të vejave e kështu me radhë, me lejen e Allahut të mëdhenuar, do të jenë një burim i fuqishëm dhe një furnizim i mjaftueshëm për të na furnizuar me emocione, dashuri dhe për të na bërë zgjidhje në probleme të ndryshme që ndoshta
po ta kemi edhe paranë tërë botës, nuk do të mund të bëjmë zgjidhje. Andaj të përkujdesim për bonjakët, t'ua përgdhelim kokën dhe ta shtrim dorën e mirësisë ndaj tyre, por jo vetëm në aspektin e ushqimit dhe veshmbathjes, por edhe në të gjitha ato aspekte që kanë nevojë ata, nga se u mungon babai, u mungon kujdestari, u mungon prindi i tyre. Andaj, në qoftë se nuk kemi mundësi që tërësisht të bëhemi prindërt e tyre, atër spaku të mundohim maksimalisht të mbyllim të gjitha ato burime që deri atëherë ata i kishin nga prindërt e tyre. Zoti na plotësoft në këtë drejtim. Zoti bëf që të ndihmohemi, të duhem me zveti, dhe çdo kategori e shoqërisë tonë që ka nevojë për përkrahje, ta gjejnë këtë përkrahje nga ana e jon.